27 vjeçaria përdhunon dhe torturon deri në vdekje të miturën, trupi u gjeti i coptuar. Dahbia Benkiret, 27 vjeç, akuzohet se e ka marrë Lola Daviet nga shkolla duke bindur të shkonte në shtëpinë e saj, duke u sjellë si mike e saj, por pikërisht kjo shtëpi do të kthehej në ferin që do t'i merrte jetën të miturës, raporton Daily Mail. 27 vjeçaria fillimisht e ka dhunuar dhe e ka detyruar të zhvishet dhe më pas e ka përdhunuar. Ajo vion dhunën duke e ngjitur gjithë trupin e të miturës me ngjitës. Kjo çoi në asfiksimin dhe vdekjen e vajzës për shkak të mungesës së frymarrjes. Për të zhdukur gjurmët, ajo e preu trupin e saj me gërshër. Pas disa ditësh e zhdukur, trupi i 12 vjeçares u gjet në një bagazh në hollin e ndërtesës ku babai dhe nëna e saj punonin si kujdestar. Sipas hetimeve, shkak për krimin ishte bërë një konflikt që gruaja kishte patur me nënën e vajzës, teksa rezultoi se 27 vjeçaria kishte më herët histori përballjes me probleme të shëndetit mendor.